Një rrugë prej 6.3 kilometrash lidh Shqipërinë me Kosovën, në zonën e fshatrave Kërstec, Pakisht, Zapod, me investim prej 2.6 milion euro. Këto fshatra lidhen kështu me Prizrenin dhe Dragashin. Rruga është arritje e përbashkët e Kosovës dhe e Shqipërisë, në mënyrë që banorët të lëvizin lirshëm në këto zona të thella. Është përfitimi jashtëzakonshëm për lëvizjen e lirë, për zhvillimin ekonomik dhe kulturor të këtyre zonave. Kjo është njëra nga 3 rrugët, pjesë e protokollit të nënshkruar ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në shtator të vitit 2023. Pikërisht këtu është kalimi kufitar numër 18, Kërstec, Pakisht. Kërstec në anën e Kosovës, Pakisht në anën e Shqipërisë. Këtu klima është tipike malore, era që fryn e tund makinën dhe në fakt pemët duken totalisht të krusura. Është një zonë malore ku bora fillon shumë herët dhe ku vera vjen shumë vonë. Ajo lidh fshatrat Pakisht dhe Zapod të Shqipërisë me Kosovën, përkatësisht me komunën e Dragashit. Shkojmë drejt këtyre fshatrave për të zbritur më pas në Dragash. Jemi në pikën kufitare numër 18, në njërën anë është fshati Kërstec i Kosovës, në anën tjetër është Pakisht, Zapod, fshatra brenda territorit të Shqipërisë. Fshati pasmeje është pikërisht fshati Pakisht, aty ku po shkojmë tani. Pasi kemi qenë në Kërstec, kemi folur aty me banorët, tani po shkojmë në Pakisht.
Dimërisht i vështirë. Kur fillon? Tash nga 13 dhjetori, po. Fillon dim. Sa zgjat? Deri në mars, fundi marsit. Po si ja bëni për ngroje për këto? Me dru. Sjedhim dru nga mali. Qështu? Tash ti ja u kanë bërë këtë rrugën shumë e mirë. Po, shumë e mirë, shumë. Shkoni ande nga Kosova? Po. Ku shkoni ande? Që me fugon sot ka shku fugoni dita e premte në Dragash. Bëni pazarin në Dragash? Po edhe në Dragash, edhe në Prizren shkajnë. Sa vjeç je ti? 25. Do me thënë e ke përjetu dhe kohën e komunizmit? Pak, po. Po, keni qenë fshat kufitar dhe atëherë? Po. Si ka qenë atëherë? I hosin kufi. Kufin ja kanë kufi, sërbi si sërb. Qështu puna. Gudzonit me kaluan dhe? Po kalem që sot kanë shku me fugon në Dragash. Jo, atëre, mos me përjetu kërkush atëre, si kena përjetu na këtu në kufi, sidomos kër ishte lufta, në senantën. Qashtu mëtër. Shbuajti e madhe? Po qish? A kanë ardhur refugjat nga Kosova këtu? Ja, këtu. Jo, se kanë vendi me mina. Është me minuar? Kufini. Ku kanë mujtë me kalu? Kërkun. Qështu? Si e keni përjetu luftën nga atëherë? Po mirë, po me si në kufi me frikë. Kena pas frikë bëllë. Unë jam e martu me, jam binë këtu në Pakisht, jam e martu me në Zapot. Po shumë mirë, vetëm a thuj emër mbi emër. Emrin e kam Trëndafile, kurse mbi emrin e Alinci nga Buri. Trëndafile Alinci? Po. Trëndafile që nga me gjithënd. Faleminderit shumë. S'ka gjë më tërse, a një lodhë? Tak po. Nga jeni? Nga Tirana. Nga Tirana keni ardhë? Po, si u shkoj rruga? Po, e lodhshme ishte sot, prim shumë erë. Po, a keni kalu knena nga Murini? Nga Kosova, po. Pak është më larkë. Po, pak më Se kishit kalu knena poshtë është më afer. Po, më afer është poshtë. Shkomi ande nga Kuksi? Po, për ditë. Për ditë? Po, fugon privat. Sa bëni në Kuks, apo? Po, zarë, në për spitale. Me ble ushqim, qështu puna. Kë ke më afer, Dragashin apo Kuksin? Dragashi është më afer, është 25 minuta, 30. Kuksi jam më larkë. Kurse Prizren jam më larkë me kalu nga Dragashi. Jemi në Pakisht, në fshatin e parë kufitar brenda Shqipërisë. Është një fshat i bukur malor, çati alpine, ajo që shihni tani është në fakt borë me diell. Nëse në Tiranë jemi mësuar të shohim shi me diell, këtu shohim borë me diell. Dimrat janë të gjatë, fillojnë herët, mbarojnë vonë dhe për banorët sigurisht që çështja kryesore ose problemi kryesor është të sigurojnë drut për ngrohje. Ju e keni ndërtu këtë rrugë? Po, ne e kemi ndërtu. E keni ndërtu dhe në pjesën e Kosovës dhe të Shqipërisë? Po edhe në pjesën e Kosovës dhe në pjesën e Shqipërisë. Si ju kanë prit banorët këtu, se rruga është gjë e madhe? Mirë shumë na kanë prit, kanë pas nevojë dhe këta me thonë drejt, po mirë kanë ecë punimet shumë mirë, ka përfundu shumë shpejt, punë efektive dikon 6 muaj, mirë kanë ecë punimet shumë. Jeni i kënaqur? Jam i kënaqur, po, patjetër. A keni bërë miq këtu në Pakisht? Po, kem bërë edhe miq, edhe na kanë prit shumë mirë.
Jo, a keni pyet banorët, a janë të kënaqur me rrugën? Po i kërkoj. Po i kërkoj. Okej. Okej. Do flasim me gjithë, do flasim. Okej, faleminderit shumë, faleminderit edhe për te. Mirë. A jeni lot? Po çka? Si ku ju shkon me dimrin? Mirë, akoma s'ka fillu. Si jetojnë këtu në Pakisht? Po mirë tani jemi. Me thënë keq, nuk jemi keq, mirë. Me qa merreni? Veç të shtëpia jemi, pa punë, të shtëpia. Po kështu ndoj dele, a ndoj dile? Jo, vetëm një lopë edhe një gomar, dele nuk mbajmë, gati në zhdukje i kemi. Para viteve 90 qa ke punu këtu? Kemi qenë në kooperativë atëre para vitin 90. Kooperativë prish, mrapa të shtëpia. Kufiri këtu? Kufiri s'ka zonë kufitare, nuk ka ma, jemi një shtet gati, jemi bë. Po para 90 si ishte? Mirë, para 90 kemi qenë më dobat atëre, para 90 kemi pas, këto kemi pas, po i ka pas kooperativa, mrapa në edha, me punu pak. Edhe kështu. Kloni ka qenë diku këtu? Jo, ne s'kemi pas, nga bardhos që këtej ka pas, kurse këtu s'ka pas klon, pa klon kemi qenë. Po, ushtria Serbisi ishte aty? Ushtria ka qenë këtu, ushtria, po me leje, shko që ndërim kufi, me leje nga pika kufitare. Meri Kullaja jo leje? Leje, na i hepte leje, bën deklarat në këshille paraqet edhe shkon pikë kufitare, t'jep pa i komandi posës leje, për kaq orë, ose kaq ditë shkon, je i lirë. E tashti që s'ka kufi? Tani s'ka, rëvisim kudo, kemi gjade tani edhe rruga në u bë, kanalizimet u bën, jemi shumë në rregull. Ndërim tani. Flamuri i Kosovës, flamuri i Shqipërisë dhe i Turk. Qa punë e ke bërë në kohët komunizmit? Komunizmit kam qenë brigadier. Brigadier, po vlera e vogël ka qenë atëre në komunizm. Pagesa. Pak para. Pak para ka qenë. E tashti që është bo kjo rruga këtu, jeni mirë besoj? Po, shumë mirë. Nuk them që tani gëzohemi që keni regullu këtë rrugën edhe tani s'ka ku me shku ma mirë. Shkon dragash, po? Po, ratë shkojmë. Edhe vim. Me kufinin, si e keni punën tashti? Mirë, lirë tani, me kalu. Në kohën e Serbit djaku i kena pas Serbin, apër nesh ka qenë edhe kupires kemi lujtë, edhe Berzibut ka qenë, posta kupitare ati ka qenë, nes kemi lëvizën dhe, vetëm me leje e pikës kupitare. Kurse tani, radjem. Tani vetëm kaloan dhe? Kaloan dhe vine shkoj edhe hajde shumë në regull. Ma mirë se s'ka ku me shku. A di si quhet ky kalim kufitar, qa numri ka? Ki jo Pakisht Dragash, po numër nuk e kam pa atje. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju.
një pjesë e madhe e banorëve në anën tjetër të kufirit, brenda teritorit të Shqipërisë, vinë pikërisht këtu në Dragash. Vinë të premteve për të bërë pazar, por natyrisht vinë për të vizituar miqt, familjarët, të afërmit e tyre dhe marrëdhëniet janë jashtëzakonisht të mira. Vinë sigurisht edhe për punë. Po më thuhu si po kaloni me shqiptarët andaj kufinit, a vinë këtu ata? Po, jo mirë, shumë. Keni miq? Mirë janë shumë në rregull. S'ka problem, kur farë problem s'ka. Ju shkoni andaj? Po kur kemi dënien punë, po. Si me vizitu ati, ku kemi rritë gjatë kohës luftës. 3 muaj ditë kemi rritë. Ku ke ndejt atje? Në fshatin Nang, afër Kukësit, është 8 kilometër për Kukësit. Raportet mira kemi. Bisedojmë. Bash marrëdhëniet. Po, në kontakt me telefon jemi çdo ditë. Me ta, na thirrin. Këtu në Dragash vinë shumë nga ana tjetër e kufirit, po? Po, kjo zakonisht është pjesa e gorës ajo pjesa. Po më folin edhe në gjuhën shqipe ata. Folin ata shumë gjuhën shqipe, kanë ruajtur traditën e gjuhës shqipe, folin dhe dëgjuan ata e folin. Vinë zakonisht premteve më shumë në treg këtu, bëjnë tregtim, kështu që kryejnë ato obligimet e veta. Çfarë blen këtu kryesisht? Kryesisht miell, blen makarona, blen sheqer, vaj, çeto. Kryesisht e na çeto. Buk. Tjetër sant, suxhuk. Komunikimi si është? Mirë shumë komunikimi. Ju shkoni andej? Jo, ja nuk shkojnë valla. Më shumë vinë ata? Ata vinë se na kena prizanin më afër, shkojnë në prizan që. Tjetër sant s'po di çka më thon. Kena mishteri edhe pe këtyre fshatrave këtu. Shqipërisë janë zapote këtu, qëto janë. Shumë mirë kalën, edhe ata na respektojnë, që s'ka ku të kundë. Para lufte si ka qenë? Mirë. Po atëre kanë kufinin mbyllat. Se kemi ditë që është endësi. Mas luftës është qelë, kështu që tash mirë. Pas lufte u njoftët? Po, mas luftës. Edhe si u duk? Mirë shumë. Mikë pritë sa mirë. Çka kanë bërë ata, nësë në bëjmë. Pasmeje është fshati Kërstec dhe është fshati i fundit në kufi me Shqipërinë. Një fshat i vogël, tipik malor, por shumë i afërt me pjesën tjetër të kufirit. Qytetarët, banorët e të dyja zonave marrin dhe japin me njëri tjetrin. Vinë këtu në Kërstec dhe pastaj në Dragash, ku bëjnë edhe pazaret e javës. Ndërkohë që Kërsteci dhe Pakishta, që është fshati në anën tjetër të kufirit, kanë edhe lidhje të tjera familjare, farefisnore, që është totalisht e natyrshme në këtë zonë. Kufiri është shumë afër, është për pak kilometra je në anën e Shqipërisë. Natyrisht që nuk ka kufi dhe nuk e ndjem fare që po kalon në anën tjetër. Uzair Hamza, shefi zyre minoriteti punim Komuna Dragash. 25 punim, këto është fshati jemi. Si e ka emrin ky fshat? Fshati Gornji Kërstac. Kërstac është. Kërstac. Ju jeni bosnjak? Po, unë është bosnjak. Këtu është populata bosnjak dhe goran është. E përzie? Po. A bon po foli unë bosnjakisht? Po. Znači ovde na ovom području opština Dragaš ima 2 regije, opštinu Gora i Opolje. Dakle, 2 regije Gora i Opolje. U Gori su
isključivo naseljeni nevećinskim zajednicama Goranci i Bošnjaci, a u Opolju žive Albanci. Kufiri këtu është shumë afër, ju jeni në kufi. Za sada je granica otvorena, poštuje se međugranični sporazum da naselja koja egzistiraju unutar granične zone od 30 km mogu da prelaze granicu bez problema. Komuna Dragaš, opština Dragaš je omogućila da se stanovnici leče u domu zdravlja, Shëndetësi Memar, pa pare, bez pare da primaju usluge zdravstvene. E kuptoj. Keni komunikim me anën tjetër të kufirit? Ne samo da imamo komunikaciju sa ljudima, naše su rodbinske veze, mi imamo familije i oni tamo i mi ovamo. Është lehtë tani të shkosh të vish? Da. Oni dolaze, čak jedan deo mladih dolazi da rade ovde kod nas u selima gore, u Opolje, u opštini Dragaš generalno, dakle, oni rade, mladi koji nisu otišli na zapadu, dakle, i zajedno dobro sarađujemo u svakom pogledu. Pa penzioner, 10 godina sam ovdje i tako živim. Teško je? Pa kako ne je teško penzija tu i tamo, lijeко i malo. Zemaš pensija? Zema. Sam работал, pa imam i od Srbije. I od Kosova? Ima 300 evra, ali se trošat pari. Ja živim u Krstecu, ovde. Uslovi su veoma teški za sada, nema ljudi. Opstanak je težak, znači broj stanovnika je ispod 50. Ne znam kako će biti, šta će biti. Imamo ovako uslove, put, sve druge stvari imamo, internet, televiziju, sve, ali nemamo uslove za dalje život. Ne znam kako će biti, šta će biti. Ekonomska situacija? Pa nije toliko loša. Nije toliko loša. Znači, uspevamo na neki način da izađemo na kraj. Znači, i finansijski i bilo koji način uspevamo. Svako se snalazi na svoj način, bilo kako šta. Su Albanci kako? Dobro, evo oni prolaze stalno tu. Imamo, znači, dobre odnose, nema nikakvih problema, znači oni, možda je bilo nekada posleratni period 99. godine, bilo je malo problema, a sada više uopšte nema. Jer sada smo se izjednačili i standard i sve, i oni su znači malo na višem standardu, znači tu smo negdje isti. I granica je tamo? Granica jeste, nema nikakvih problema. Znači nikakvih problema, oni prolaze, mi idemo, znači to je već... Granica je slobodna, znači može da se ide na bilo koju stranu želite.
mapin që shihni pas meje, me këto shenja të kuqe, tregojnë se kjo zonë, zona sipër është ende e minuar. Është një shenjë tjetër që është pikërisht në ato pemë që ju rikujton njerëzve që duhet kenë shumë kujdes të mos hyjnë në këtë zonë. Ende ka mina dhe ende vazhdon pastrimi nga minat. Jemi në kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, në atë që quhet kalimi kufitar numër 18. Kërstec është fshati i fundit në anën e Kosovës, ndërkohë që Pakishti është fshati i parë në kufirin me Shqipërinë.